Tani dëgjojeni këtë. Sekretet të nënujrave që nuk duhet të njihni. Them nuk duhet të njihni sepse shkenca zyrtare nuk i pranon. Ndonse këto zbulime dhe këto studime janë bërë nga shkencëtar të mirëfillt dhe vazhdohet ende që të mashtrohet. Sepse them të mashtrohet. Unë nuk jam dakord ndonjëherë sepse shkenca ka bërë dhe zhvillime të mëdha që ne na ka ndihmuar në jetën tonë të përditshme. Por pyetja ime është pse nuk pranohen studime të tilla? Sepse nuk janë bërë vetëm në një vend, por edhe në disa vende të tjera të botës. Dhe tani do t'ju tregoj disa sekrete që nuk bëhen publike dhe shkenca zyrtare nuk i pranon. Do t'ju them se çfarë. Është në ekskluziv për ju kjo video dhe do dëshiroj një komentin tuaj në fund. Do t'ju aloj me emra, me vende, me data, në mënyrë që të kërkoni dhe ju dhe të më thoni, të paktën një koment të më thoni nëse kam të drejtë për këto zbulime që të thuhet që nuk duhet të bëhen publike, sepse unë mendoj që nuk duan që t'i bëjnë publik. Jo sepse nuk e din, nuk duan dhe pyetja ime është pse. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nëse nuk e ka brende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Në vitin 1989, viti 1990, një studiues japonez bëri një zbulim madhështor në Yaguna ose Yaguni. Në Japoni, në një ishull të vogël, kanë zbuluar një qytet në New York. Nuk është shumë thellë, rreth 50 metra thellësi, por misteri i këtij qyteti është se ajo çka u zbulua më vonë. Në fillim u mendua se ishte një ndërtim natyral, pra kur e panë në fillim fare, menduan se ishte natyral. Në fakt, shkrimet e para ishin që ndoshta ky është një ndërtim natyral, sepse ka disa forma në formë shkalle dhe mendoj kështu. Vet ata studiuesit menduan fillimisht kështu. Dhe me kalimin e muajve kuptuan që është një qytet i ndërtuar nga duart e njerëzve ose nga duart e një civilizimi që ne nuk e dim. Dëgjojeni me kujdes, është vërtet misterioze. Dhe pas një farë kohe të shkurtër, një studiues nga këta kuptoi se disa gdhendje që ishin në këto mure ose në këto shkallë, kuptoni që ishte diçka e ndërtuar nga dora e njeriut, pra nga duart dhe jo e bërë nga natyra. Dhe nga aty filluan që të bëheshin studime të mirëfillta dhe kuptuan që kjo ndërtesë është bërë nga duart. Dhe u ndryshua versioni dhe thanë kështu. Pavarësisht kësaj, akoma u vazhdua që të thuhet që nuk u pranua nga shkenca zyrtare dhe thanë që jo, është një ndërtim natyral. Për 15 vjet një studiues, për 15 vjet, vazhdoi që të studionte se çfarë ishin këto ndërtesa dhe si ishte ndërtuar, qofse ishte bërë në mënyrë natyrale, sepse dhe ai vetë besoi që ishte në mënyrë natyrale dhe eci përpara. Kur u zbuluan pastaj disa teknologji, sepse shpikëm disa teknologji për të parë me anë të radarëve dhe në formë 3D. Dhe zbuloi që janë bërë nga duart e njeriut. E pranuan që është bërë nga duart e njeriut, por nuk pranuan diçka tjetër. Thanë që është aty në ujë, ndoshta përpara se të bëhesh kiamet i madh, përpara se të verifikoj përmbytja e madhe. Por një sekond. Sepse studimet më vonë në vitin 2003-2004 zbuluan diçka tjetër madhështore. Zbuluan, jo vetëm ky studiues që ishte tash 15 vjet, por edhe studiues të tjerë, kuptuan dhe japonezët nuk flasin nëse keni vënë re, prisni sepse ka dhe zbulime të tjera, një sekond. Zbuluan që këto studime, këto gur nuk ishin vendosur aty përpara se të përmbytej. Jo. Është një mënyrë komplekse për të bërë këtë studim dhe rezultatet kanë dalë që është e vërtet kjo, që po ju them. Pra, këta gur janë vendosur aty kur gjendesh ende uji, kur kishte uji. Pra, gjatë momenteve të ujrave, është ndërtuar, janë quar aty gurët dhe është ndërtuar aty. Tani, çfarë ka të veçantë kjo, do t'ju them. Një sekond. Misteri i kësaj historie është që këto studime zbuluan se kjo ndërtesë është bërë rreth 10.000-12.000 vite më parë. Pra nga 10-12.000 vite më parë. Kush do të ndërtonte një ndërtesë të tillë në ujë? Si do të punonin ata në ujë? Si do të ngrinin gjithë ato pesha në ujë? Dhe është zbuluar dhe diçka tjetër. Kjo është një teori konspirative, por unë do t'ja u tregoj. Sipas gjasave, kush ka bërë atë ndërtesë e ka bërë në mënyrë arkeologjike të panjohur nga njeriu sotëm.
sepse ata gur janë marrë dhe janë vendosur aty sikur të ishin prej letre. Mënyra e ndërtimit, po ja u them në mënyrë kështu që ta kuptoni, janë çuar aty, pra janë ngritur, janë çuar atje dhe janë ndërtuar sikur të ishin letër. Pra kanë hequr gravitetin e gurve. Dhe kjo nuk është vetëm në atë vend, por ka ndodhur edhe në disa vende të tjera, bile thuhet edhe piramidat janë ndërtuar në këtë formë. Pra duke i shkëputur gravitetin. Tani, në pas viteve 2000 është bërë dhe një tjetër zbulim në Mikronezia. Në Mikronezi është bërë një zbulim i njëjtë dhe me ndërtesat të njëjta, parafërsisht, por është bërë nga ana tjetër. Dhe në Mikronezia kjo ndërtesat janë bërë në një thellësi, mos gaboj, rreth 60 ca metra, 70 metra, një gjë e tillë. Nuk dua të gaboj, por ndoshta edhe më shumë. Dhe aty është vënë re që edhe këndet që janë bërë, e keni parë ato ndërtesat me ata gurët ciklopik që tregojnë në mbar botën që edhe ato brimat më të vogla nuk i kanë lënë, por kanë vendosur gurën në një formë të çuditshme, të lidhur në mënyrë perfekte, e njëjta gjë edhe aty në ujë. Pra, kush mund të ndërtonte një gjë të tillë në ujë me këtë teknologji? Por prisin sepse nuk marron këtu. Në vitin 2008 në Hawaii u zbulua një tjetër ndërtesë. Një tjetër ndërtesë nga disa studiues që kontrollonin ujërat për arsye të tjera dhe gjetën këtë ndërtesë. Morën studiues të tjerë, shkuan aty dhe bën kërkime. Çudia është që përveç se është shumë thellë aty, por mënyra e të ndërtuarit është bërë tamam si një qytet, me rrugë të gjatë, një pjaca aty në qendër, që mund të ishin dyqane, si mund të quhen rreth e rreth, dhe e dini se çfarë tha shkenca zyrtare? Nuk është e vërtetë. Janë të ndërtuara, me fjalë, janë forma natyrale. Atëre studiuesit filluan që të kërkonin, të bënin kërkime me disa radar, me disa forma të tjera që në vitin 2013 u zbuluan gjëra marramendse. Brenda ajo që u zbulua, që do t'ju them, ajo që është më e rëndësishmja, është që përveç disa zbulimeve që thanë që ky është një qytet dhe kaq, okay? Por zbuluan që është e njëjta mënyrë ndërtimi ashtu siç edhe në Japoni. Pra kanë ndërtuar këtë qytet kur uji gjendej ende aty. Kush i mori ata gur gjigant, ti çonte aty, sikur të ishin prej letre, të ndërtonte brenda ujrave dhe t'ishin ndërtesa që ne nuk mund t'i ndërtojmë as sot. Nuk mundemi t'i ndërtojmë sot. Por prisin sepse nuk marron këtu. Sepse edhe këtu, pra në Hawaii, u zbulua që këto ndërtesa janë të paktën nga 15 deri 20.000 vite të vjetra. Pra, kjo ndërtesë është 15.000 vite vjetë. Kush mund të ndërtonte, edhe sikur të mos ishin ujrat aty, kush mund të ndërtonte 15.000 vite më parë, sepse ne na është mësuar që ne njeriu jetonte në përguva. Pra pse nuk bëhen publike këto mistere? Por prisin sepse nuk marron këtu. Në Hawaii u zbuluan disa gur gjigant. Mbase e mbani mend, është zbuluar dhe në Shqipëri, kemi thënë këtë, një gur gjigant, ata 1,5 tonë në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës, ku këta gur janë shumë të rëndë dhe janë prej graniti. Dhe pothuaj 90% e këtyre gurve janë gur të bërë direkt nga graniti dhe të vendosur kështu. Nuk dihet se përse, askush nuk di se përse janë ndërtuar këta gur. Dhe çudia është që këta gur kanë një vjetërsi rreth 200 milion vjet. E dëgjohet mirë. Dhe edhe kësaj radhe pretendohet që këta gur janë të formuar nga rrotullimet e lavës dhe janë bërë kështu të rrumullakt në mënyrë perfekte, çfarë t'ju them, i keni parë në mbar botën. Por prisni, sepse kanë gjetur gur pikërisht aty në Hawaii që janë bosh brenda. Gur të tillë që janë bosh brenda, i kanë hapur, i kanë parë dhe janë gur të përgatitur nga teknologjia. Nuk mundet një gur që t'jetë bosh brenda. Si mundet që nëse ka rënë nga lava, që është rrotulluar, pastaj t'jetë bosh brenda në mënyrë perfekte. Nuk është kot më kot, me fjalë boshllëku brenda. Por është i skalitur. Pra gur i skalitur brenda dhe nga jashtë ka një trashësi, mos gaboj, rreth 25 cm, parafërsisht, dhe është pothuajse i pathyeshëm.
Ky është një nga zbulimet më të mëdha që është bërë kohët e fundit dhe që shkenca hesht. Dhe duke përmendur gjithmonë që këto janë ndërtime natyrale. Tani unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këto zbulime? Pse duhet që të vazhdohet të anashkalohen ose të mohohen këto studime, kur këto studime janë bërë nga studiues të mirëfillt dhe shkenca zyrtare nuk i pranon. Për çfarë arsye? Dhe kush është ai, ajo apo ata që nuk i pranojnë? Dhe pse nuk i pranojnë? Sepse kjo është e rëndësishme. Unë kam disa teori, por do t'ja ulë juve. Do të dëshiroja një komentin tuaj dhe pastaj do shkruaj edhe unë një koment së bashku me ju, por do të dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Pra, të bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Në Japoni është gjetur një ndërtim që është bërë në ujë. Është ndërtuar në ujë dhe kush e ka ndërtuar në ujë? Dhe është një ndërtim 10.000 vjeçar. Pra në Yonaguna, më falni. Dhe ose Yonaguni. Dhe njëkohësisht edhe në Mikronezi, njëkohësisht edhe në Hawaii. Këto janë vetëm disa, por ka me dhjetëra të tjera. Megjithatë, si është e mundur që është të ndërtohesh në ujë? Kush mund t'i ndërtonte 10.000 vite më parë në ujë këto ndërtesa? Dhe tjetra që është më e rëndësishmja, në Hawaii që kanë zbuluar që një nga këto gurë, nga këta gurë që i gjeni në mbar botën, që janë 200 milion vjeçar, është bosh brenda, disa janë bosh brenda, dhe të skalitur nga brenda. E para një që si mund të skalitet një gurë nga brenda, ti duhet kesh një teknologji super të avancuar ose një blok që ti e ke formuar të tillë, sepse është i skalitur nga brenda. Si ti nuk futesh dot brenda guri që ta skalitësh, si do ta skalitësh? Pra si është ndërtuar ky gur? Ku ne sot nuk mundemi. Duhet ta bëjmë me kallëp, pra ta ndërtojmë me një kallëp. Si është e mundur që është bërë? Sepse mendohet që është marrë direkt nga guri dhe është formuar kështu. Si e kanë skalitur nga brenda? E përsëris se njerë këto i gjeni gjithandej, do të dëshira një komentin tuaj, kalofshi një të diell të këndshme dhe kush e feston sot, gëzuar Pashkët. Ju përqafoj.